Për momentin, çmimi është 5.000 euro. 5.000 euro. Ka vlerën edhe më të madhe, ka punë shumë. Çka e bën ndoshta që me rrit vlerën e kësaj veshje në aspektin financiar? Blerja e materialit, sigurimi i materialit, gjithë sa do kërkohet vesha, që rriten çmimet e materialit. Edhe ka shumë punë, do me thonë se cila pjesë është punëdore, nuk e ki asnjë krah punet ashtu të lënë anash me makinës e diçka. Këto që i kanë kokë zërina janë punëdore. Po dalmi pikërisht te kjo veshje Kur e Hasiane. punon vetëm një person, një vit kohë, duhet patjetër. Unë e punoj me punëtore, 6 muaj, del. Një vesh, ama gjatë vitit të i qes, tikun 20-30 vesh me punëtore. Do të ka një bajagi punë të madhe. Shumë punë të madhe, shumë vështirësi, shumë detaje timta, që duhet patjetër na i vrejmë që e dim çka është. Është e vështirë. Sa po vlerësohen pastaj kjo pjesa e veshjeve tradicionale në përgjithësi tek ne? Te ana jonë shumë. Momentin tash, kohën që jemi, vlerësohet maksimum. Nuk martohet asnjë vajzë pa veshje. Ja vlen me cek që veshja Hasiane nuk vishet çdo herë që don ti. E ka ditën e caktuar. Për shembull në Has, ditën që e fillojmë dasmën, quhet dita e grishjes ose ndryshe që i thojmë dita e përhajrit. Edhe aty nuk ka mysafir të ftuar, aty vinë njerëz që doin me turu, edhe zakonisht vetëm në atë ditën ose natën e veshin të gjitha nuset, edhe kushdo që e ka e veshat veshje. Nuk do me thonë që vishet për shembull siç janë veshje tjera, po jo, kjo e ka ditën edhe datën e caktuar kur vishet vetë kjo edhe e ka çdo nuse. Tash pak ja ka nisë me u modernizu, se ditën kur vishet kjo, se cilës i mbeta ashtu pikme, peng me vesh edhe me pas në dasmën e vetë. Kështu që është, për sot është diçka shumë e kërkuar edhe është për momentin, është më e modernizuar janë ndoshta nga veshje tradicionale, për shkak se çish po shihet edhe te veshja ime, këto rruzat e bardha, nëse po i vreni, ma herët janë punu me fije, që mundet me konfirmu edhe Arberita, dhe punohet hala, është sipas dëshirës, ngjyrat i ka pas pak ma neon, dorzat janë prej dëshirës, mundesh mi marrë ngjyrë tjetër, po këto janë veshja ime përmban ngjyra pak ma shumë të mbyllta, ndërsa me ato pak më herët kanë qenë ngjyrat më neon, me lule më pak, kurse kjo është pak më e rëndë. Kjo shkon zgjedhjes së materialeve që e punon. Po sa është vështirë mos me dalë ndoshta prej atyre kornizave të një veshje Hasiane, me i ruq ato elementet, qoftë detajeve. Nuk e ki shumë hapësirën me lujt, me ngjyra, me detaje, du të mirujt ato patjetër. Unë e moj me kriju to lula që i thëmë na, mi bë ma të bukra, me shtuna i ruz, diçka, jo tepër. Po, si gjenerata të reja, ndoshta edhe shoqet që i ke për rreth, ose kushdo tjetër, sa ndoshta po i preferojnë tash në përgjithësi këto veshje tradicionale? Po, Lorinda, ja vlen me cek që veshja Hasiane disa vite e patë muhabet edhe me Arberitën, filloj u zhduk një kohë. Nuk ishte shumë pa tjetër, kush e ka pas, kush e ka pas, nuk e ka pas, po kur filloj në pjesën 10 vitet e fundit, që me u vesh edhe në përkana gjegje, edhe zakonisht me lujt pak që shta me ngjyra, ja nisi me marrë një buj shumë të madhe, edhe në rast se e dini që pak normal frymën e veshjes e mbahen edhe koncerti që mbahet në Has, është shumë i madhë, edhe 10 vitet e fundit po mbahet edhe po dëshirohet shumë. Nuk e di a është pjesa që tash, si që tash, që është nata dhe data caktume që gjithë po dojnë me pas edhe relativisht e ka një çmim shumë të madhë, po sot për sot është një ndërveshje që për momentin ka bë buj shumë të madhe, edhe po vazhdojnë me qenë e preferuara, ndoshta me lënë diçka mangi e me pas. Tregove që përveç pjesës që kushton financiarisht, po kushtoj ka edhe kohë. Patjetër. Sa kushton ndoshta me bo një veshje të tillë Hasiane me çdo detaj punëdore? Për momentin çmimi është 5.000 euro. 5.000 euro. Ka vlerën edhe më të madhe, ka punë shumë. Çka e bën ndoshta që me rrit vlerën e kësaj veshje në aspektin financiar? Blerja e materialit, sigurimi i materialit, gjithë sa do kërkohet vesha, që rriten çmimet e materialit. Edhe ka shumë punë, do me thonë se cila pjesë është punëdore, nuk e ki asnjë krah punet të lënë anash me makinës e diçka. Këto që i kanë kokë zërina janë punëdore. Çka ka vesh? S'ka të bleni.